unë pres në studio një tjetër zarf. Faleminderit. Dhe kur vinë këto zarfet e papritura, kurioziteti besoj është në maksimum për të mësuar se çfarë do të ndodh këtë herë. Ky zarf në fakt lidhet me buxhetin. Nga prime në prime, gjithmonë më shumë vështirësohen sfidat që fermerët tanë mund të kenë nga gaj. Në këtë rast, kryefermerja do të përballet me një sfidë. Në fakt, mos të shumti se sfidë me një zgjedhje. Shkojmë tek arena e brendshme. O Big Mama, nuk ta nëzori prime, nuk ta nëzori prime, ka për gjujë limit, a jenë të rëzime. Ti e ke bo vetën, ti e ke thëmë ka bio limit, edhe në fund me shka ka dalë me filime. e ke bo Ajo ka vetën. qenë bashkëpunimi nenës me atë. Në fund i ke thëmë e ke bo vetën. Se nena me atë i ka. Se i ke thëmë në fund e ke bo vetën. Po si më vete ka gjithë. Kjo se ka bo për ty, po e ka bo A vetën. unë kom shti? s'ka Po edhe në fund nëse kom shti unë atë. Unë se në fund gjuju kema, ka mu gjuj. Ja me ju sërish. Unë i ka për shumë gjatë, por Jo, këtë rrën shumë shpejt erdhe. Kur duhet nuk vish, kur s'duhet vish. erdha në momentin e gabuar, o Big Mama? Kur dush për 10 numero deri 10, zvjet Me deri 1000. thënë të vërtetën erdha për një gjë shumë të mirë për ju, në lidhje me buxhetin, por po iki sërish. Jo. Dale. Po për shumë ka të qitë mos unë. Hajde, se për shaka. Hajde. Një otorino Laringo Jatër. Shino i rritje roke për mua që i digjoj këta këtu apo? Okulist falas. Atëherë, Po, rritje rroge për Albanon okej. nuk ka, E mora. se merr mjaftueshëm. A, që pa që... Por rritje buxheti Yes. për fermerët tanë edhe mund të ketë. Qa është kjo muzika kështu? Kjo Është muzika muzikë kështu dramatike. e dashur kryefermere ka të bëj me ty. Po, ka Unë jam i mund. Po, do vish me mua tani tek posta. E shati të ura këtu zemë. E be din, që ke që më që... O, bo. Topografi fermë. Tek posta e urës së madhe. Të dalë Një nga post si kemi në Albanon. fakt. Po, të vazhdosh tek posta të lutem mester. Okej. Dhe rrugës mund të ta shpjegoj se çfarë do të ndodh. Okej. Tek posta të pret një zarf, i cili, siç pak a shumë e përmenda, ka të bëj me buxhetin. Okej. Por në këtë jetë ne e dim që gjërat nuk vinë falas. E, dim. Të lutem mos ta hapësh zarfin pa të thënë unë, thjesht ta marrësh në duart e tua. Duart sigurta. Atëherë, ti ke në duart e tua një zarf, ti nuk Okej. po sheh mua, por edhe unë kam një zarf. Okej. Zarfin do e hap unë e para, Okej. sepse tani ti do t'jesh ndërmjet dy zgjedhjeve. O, bo. Po të lexoj zarfin tim në mënyrë që të kuptohemi. Okej. Agai ka vendosur t'u jap mundësinë për të fituar buxhet ekstra. Por kjo zgjedhje është në dorë të kryefermerës. Në post gjendet një çek me buxhetin ekstra. Nëse ti vendos të hapësh zarfin, i përzgjedhuri yt për në shtëpinë e njëshit, pra Andueli, do të privohet nga një surprizë nga familja sonte. Pra do të përfitoj një surprizë. Do të privohet do nëse të ti e hap privohet. zarfin. Ester, në këtë moment duhet të zgjedhësh, ose merr buxhetin ekstra, ose lejon Anduelin të marrë surprizën e tij. Mos e hap. Atëherë, unë Anduelin, si thash, e kam konsideruar vlla tu brenda. Mendoj që edhe kur dalim jashtë do jemi motër dhe vlla me njëri tjetrin. Kështu që Andueli ka kohë që shpreh dëshirën e tij për të takuar familjarët, se normalisht e ka marrë malli, si gjithë në tjerët. Mendoj që buxhetin mund t'ja dalim, edhe me miellin që kemi marrë dhe me gjitha gjërat e tjera që kemi në serë, pra mendoj që zarfin mos të hap fare dhe Andueli të mos privohet për të takuar familjarët e tij. Faleminderit Ester
për zgjedhjen tënde, të lutem të vendosësh zarfin sërish në post dhe të kthehesh në arenën e brendshme. Faleminderit Luana. Faleminderit ty. Hajde të shtymë. Qa do bëjmë? Hetë. Hajde. Bravo. Ma bro. Ka problem. Bravo. Asun. Si që ishim do jemi prapë, kështu Se që... mos ngellë që atjere, qunë. Ose mos ka ardhë gjyshja. Zgjati. Ka ardhë zgjati. Ja me ju? Po, Luana. Si ju duk vendimi i Esterit? Shumë i bukur. Shumë i mirë. Romantik. Në këtë pikë të lojës ka nevoj për me gjithme. Çfarë the Frederik? Romantik, thash. Po pëse duhet thua gjithmonë një gjë. Një gjë. Joana tjetër si ju duk ky? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Normal. Jeni gjithë dakord. Shumë i mirë. Normal, nuk ishte kështu surprizues. S'kishte surprizë më Po, vetëm sepse ishte Andueli. Hermetik. Anduel? Po, Luana. Si du duk të vendimi e Esterit? Të vendosi për para bugjetit? Okej, unë me thonë drejtën e vlerësoj shumë, sepse është e vërtet që kam shprehë dhe më thonë realisht nevojen për me i taku, thjesht me i pa, adhe me i pyjtë se si janë, e tek qysh, edhe falenderoj shumë. Më vjen keq që ndoshta do të ashtuim që do të ashtuim javën, por... Falenderit. Pa e dim, besem të zemërgjërësia. Anduel, nga kush do e doje ti një surpriz nga familja? Mos është shumë ti. Pa i, me të thonë drejtën mu për gjithë, ka marrë malli, për nanën, për babën, për vlaun, modrat, mesat, nipat, për gjyshen, për klejan, ka marrë malli. Pra, dhe më thonë, cili do që të vijen nga këta, dhe më thonë është, le të themi, ma letëson pak sa rrugën. Më vjen keq për një gjë të vogël të zhgënjej që nuk ka ardhur askush, por shi pak në monitor aty ku je. Zaho. Daja? Daj? Bye bye. Bye Daja. Zaho? Hajde. Hajde. Hajde.